Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falendrimin të nësi të akme të Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjërom që të lafdrej dhe të begoj dhe lunë e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjallë. Të në vëllezër, për vlerave më të mëdha të njerit në jetë është domethënë mendjepresia e tij edhe mendjehullësia e tij. Saktësisht me u qujt njeri si mendjelehtë ose më ja përmend një karakteristikë që nën kupton mendjelehsi është nënçmim. Mirë, po megjithatë, njeri shpesh është pjesë e njerëzve mendjelehtë, po ndoshta edhe jeton me mendjelehsi, duke as mos e quajtur mendjen se realisht çajo çësia, çajo formë, çajo mënyra të menduarit përbën domethënë mendjelehsi. Dhe një prej formave të mendjelehsisë është ku për shembull njeriu ngjarjen e vet e ignoron kundrejt ngjarjes së tjetrit. E ka fokusin tek ngjarja e tjetrit, ngjarjen e tjetrit analizon, e vën në analizë, në matje kështu me radhë, ndërkaq ngjarjen e vet e lën në harres. Po loma mendjelehsisë sa kjo është kur ngjarja e tjetrit edhe joti është e njëjtë. Mirë, po ti tjetrin e ka në vend që me kajt vetë, ndërkaq ti je i cili domethënë një protagonist i të njëjtës ngjarje. Dhe ngjarjen që sot kemi me trajtuar inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala është ngjarje e pashmangshme që keve ka ndodhur. Edhe është mendjelehsi kur ne harromi si ngjarje, edhe është mendjelehsi kur si ngjarje e mendojmë si problemi që tërkujt, edhe është mendjelehsi kur kjo ngjarje nuk e orienton jetën tonë, edhe kur kjo ngjarje nuk i qet megjet e jetës tonë edhe prioritetet e jetës tonë, sikurse është mendjelehsi e madhe ku ndoshta pohomi që jena pjesë e ngjarjes, kuptimin e përcaktimit të besimit, po e harrojmë domethënë mënyrën se si na ka përsëritur Kurani dhe Suneti për me Jesu domethënë çka ngjarje. Madje kush nuk e beson si ngjarje që ka më ndodhur, ai realisht nuk është musliman. Mirë, po mos i na bë musliman, mos e kena pranuar që ka më ndodhur kjo ngjarje, domethënë na ka kapën gafleti. Saktësisht sot ngjarja ka të bëjë me atë që ka qenë përplasja më e madhe pejgamberëve me popujt e tyre. Domethënë mas të uhidit, që është përplasja më e madhe, çështja më e madhe për cilën janë përplasur pejgamberët me popujt e tyre është uhidi. Çështja e dytë, ngjarja e dytë, problemi më i madh, tema më e madhe ku janë përplasur pejgamberët me popujt e tyre është çështja e ringjalljes. Çështja më e madhe është çështja e ringjalljes. Për arsye, gjentën i popullit i cili e ka pranuar një pejgamber në kuptimin e vlerave morale, po s'ka mujt me pranu temën e ringjalljes, ose s'ka dash me pranu temën e ringjalljes. Ose tjetër për shembull ta lavdëron ty ndoshta edhe proklamatën profetike. Ose tjetër ndoshta edhe kur fol për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam fol më mirë se sa që fol ti si musliman. Mirë, po s'ka gatishmëri me e sistemu këtë pranim nëpërmjet pranimit të konceptit të ringjalljes dhe rrjedhimisht me ndryshu komplet jetën, sepse qasja e fetarisë ose qasja religioze nuk mundet më ndërtu pa ndresh koncepti domethënë e ringjalljes. Ndaj, me lenin Allah subhanahu wa taala kena me trajtuar sonte pikërisht këtë pjesë që pikpyetja më e madhe e njerëzve, defekti më i madh i njerëzve, mas shirkut është çështja e besimit në ringjallje. Dhe kur thonë njerëzin ato thon edhe njerëzve që na rrethojnë. Jo vetëm njerëzve në kuptimin historik, jo vetëm njerëzve në kuptimin e grupimeve të mëdha botnore të feve dhe të përcaktimeve kulturore. Domthonë edhe këta që i thojnë vetes musliman. Edhe këta që ndoshta nuk e falin namazin edhe i kanë do shpërfillën ndaj fesë, nëse merr edhe i shkun, njopi gjonave që domethënë e gjon që aty janë të lëkon çomosh, çysh mu ringjall mos i na bë dhe. Çysh mu me pas jetë mos i na bë domethënë hi, mos i na bë pluhun, mos i na kalm në përvarrat e tona, pas kësaj domethënë ka ringjallje. Allah subhanahu wa taala tregon se sa të sigurt në këtë kufër janë kanë pa besimtar, sa që kanë bën mben Allahun për mosbesimin e tyre. Thotë Allah te baraka taala, wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'ath Allahu man yamut. Kan bë bet fuqishëm në Allahun se Allah nuk i ringjall njerëzit që vdesin. Nuk i ringjall njerëzit që vdesin. Ai kur betohet në Allahun, ajo të pranua Allahun. Ajo të pranua domethënë ekzistencën e Allahut dhe dënjësinë e tij. Mirë, por nuk ka të pranua urtësinë e Allahut që duhet me pas ringjallje pas domethënë vdekjes. Thotë Allah subhana, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Kan pretenduar dhe kanë pohuar dhe kanë pande pa besimtar se nuk ka ringjallje. Nuk ka mundësi me pas jetë pas vdekjes. Thotë Allah subhana, qul bala wa rabbi. Thuaj po pasha Zotin tëm ka me pas ringjallje. Thotë Allah azza wa jalla, la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'alimtum wa dhalika 'ala Allah yasir. Edhe keni ringjall, edhe keni njoftuar me atë që keni bërë, dhe kjo për Allahun është shumë e lehtë. Kjo për Allahun është domethënë shumë e lehtë. Mësimin e kalum, në ligjatën e kalum surën Insan e shpjeguam ajetin e 27. Që tha Allah te baraka taala, inna haula yuhibbuna al-ajila. Ata pa besimtarët e dojnë këtë jetën e shpejtë, këtë jetën e ngutshme, këtë jetën e kësaj dunjaje. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Edhe shpërfillën edhe nxjerrin harres një ditë që është shumë e vështirë, që është domethënë dita e ringjalljes. Sigurisht Allah subhanahu wa taala në këtë jetën e 27 na ka thënë realitetin e këtyre. Cilo realiteti i këtyre? Këta e dojnë shumë dynjon, edhe shpërfillën ahiretin.
Ajeti 28 tash vjen me na I kallzu qasjen e tyne, por rrjedhimisht me rrëzu qasjen. Nuk shkon me kallzu se këta që shtu besojnë. Me njerë shkon në replik, me njerë shkon në demant. Me e demantu motivin e tyne pse janë lidha ata qatë shumë e dynjon. Me demantu motivin pse ata domethënë e kanë shpërfil ahiretin. Thot Allah subhana, nahnu khalaqnahum. Na ju kena kriju juve. Na ju kena kriju juve. Thot, wa shaddadna asrahum, edhe e kena forcu krimin e juaj. I kena lidh gjymtyrët e juaj, domethënë fiziku juaj është shumë I përkrym. E kena përsos krimin e juaj. Thot, wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila. Edhe me dashna e rikthemi krimin. Me dashna edhe një herë domethënë ju kthemi çëshin ikonën. Me dashna kur dumina ju kthehemi edhe një herë domethënë çëshin ikonën. Sigur se Allah subhanahu wa taala thot kështu. Ju e keni shpërfill ahiretin. Ju nuk I keni mend të ahiretin. Ju nuk I keni prioritet ahiretin. Ju s'doni me ndrru me temën ahiretit, se ju pikpyetja besojnë ahiret apo nuk besoni. Ju keni problem serioz me besu në ringjallje. Domethënë jeta e mshimit, ringjallja, jeta e lumturisë, jeta e pafundësisë, qefët e pasosura të mshimit e kështu me radhë, si fraza, apo? Po me bo me hallakat, ka lëkundje domethënë të çështja e ringjalljes, se padyshim të pabesimtar domethënë është çështje që domethënë nuk besojnë. Ndaj besoj që me bo me hallakat tek njerëzit, te kjo tema e ringjalljes, e sidomos ata të cilët besojnë që gjendja është shumë e mirë e Davetit, edhe ata të cilët besojnë që musliman domethënë kur më mirë se kanë, edhe kur më mirë rizimi islam nuk u kanë kështu me radhë, po e vërtet ka shumë shenja të mira. Vetëse ka shenja pa hallakatën edhe pa e trazu temën e ringjalljes. Pa hallakate, pa e trazu temën që ka jetë pas vdekjes, edhe ka ringjallje që kena me dal pi varreve dhe murenit, me dal me dhënë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Allah subhanahu wa taala më një herë shkon në demant. Sigurisht na jep në kuptimin domethënie. Domthon, arsyeja kryesore pse ju nuk e besoni ringjalljen është se ju duket shumë e pamundur rikrijimi pas asgjësimit. Rikrijimi pas asgjësimit. Domthon, i na bën asgjë, i na kthy në pluhur në përvarrat e tona, i na të fol për ngjarjen tonë, unë edhe ti, domethënë këtë na më plon në përvarre. Domethënë, çka kjo ngjarje ka më na ndodh, tash çysh ka gjasa dhe mundësi pasi i na bë pluhën, mu kthy në krim. Allah subhanahu wa taala e kthen tash diskursin kuranor tek fillimi I surës, që kjo domethënë argumenti logjik I absolutësisë së krijimit, thot Allah subhanahu wa taala, nahnu khalaqnahum. Na ju kena krijuar. Na ju kena kriju. Domethënë, sigur I thot Allah subhanahu wa taala, nëse ti nuk I jep shpjegim ekzistencës tonë vetëm nëpërmjet krijimit tim që ne kom bë juve. Domethënë, pse ti ekziston? Pse ti je çykë? Pse ti je njeri? Pse ti je frymor? Pse ti je logjik? Kush të ka bë ty çështo? Nëse ti kësaj s'u jep shpjegim ndryshe, vetëm nëpërmjet krijimit, atëherë të kthehemi te tema e parë. Domethënë, krijimi të ka zonë ty që ka rikrim. Jo vetëm kaq. Thot Allah subhana, wa shaddadna asrahum, edhe kena përsos krimin e ju. Domethënë ti në përditshmëri është që mos më të pas krijuar në çështo, mos më ta pazon unë çiket fizik, mos më ta pazon unë çiket anatomi, mos më ta pazon unë çiket pamje, mos më të pazon çdo karakteristika, ti s'u kishe lëviz dorën, ti s'u kishe lëviz kokën, ti kishe pas një jetë tjetër. Mirë, po keq që kjo po do të kallëzoj Allah subhanahu wa taala, që na të krijoj, edhe të forcoj, edhe për mua është shumë e lehtë pas edhe me të cilë ty në ekzistencë në krijim sërish, domethënë pasi që domethënë je bëu plu edhe hi, o idha shi'na badalna amthalahum tabdila, dhe na kur domi ju kthejmë ato domethënë ashtu sikurse domethënë jeni kon. Saktësisht Allah subhanahu wa taala tregon e përdor atë argumentin logjik të diçka që quhet logjika e fillimit. Domethënë nëse një diçka është e logjikshme në fillim, atëherë bie që komunikon e logjikshme sërish. Thot Allah subhanahu fa'ina bil khalqi al-awwal, amosina lodhna kur e kena bë për spari herë. Kur e kena kriju për herë të parë, mos i na lodh. Thot bel hum fi labsin min khalqin jadid, ata shybën edhe pështjellimin e kanë te krijimi I dytë. A krijimi I dytë domethënë është më I pa logjikshëm ti më menu si të vështirë përderisa ti e ke pranuar domethënë krijimin e parë. Saktësisht ti s'mundesh mi dhonën kuptim ekzistencës tënde vetëm nëpërmjet domethënë pohimit të forcës edhe plot fuqisë absolute hynore I cili dytë domethënë Allah subhanahu wa taala ty të ka pru domethënë në ekzistencë. Thot Allah subhanahu kur e ka zonë që ket dyshim, që ket çështje të mushrikëve, thot Allah taala wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Neve na ka pruaj një shembull, ai ka harru krijimin e vet. Domethënë ja ka nisë me shitmen, ja ka nisë me filozofu, kush u kthypi atje me na kallzu, apo amanën tjetër që ka harruar domethënë fillimin e vet. Thot qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Thot kush është ai I cili mund të më ringjall eshnat pas janë kalp. Thot Allah azza wa jall, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaj I rikthen në ekzistencë ai I cili për herë të parë ka kriju.
Ai i cili domthon para se mu kalbi ka vënë ekzistencë, ai është i plot fuqishëm, i sjell sërish domthon ekzistencë, wa huwa bi kulli khalqin alim, edhe është i plot dishëm për çdo krim që domthon mundet edhe do me e bë. Domthon, njëri pak më kanë i logjikshëm. Pak më kanë i logjikshëm, i mjafton si argument logjik, logjika e fillimit. Logjika e fillimit. Thot Allah subhana, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, a mos janë krijuar ata nga asgjë apo mos janë krijuar të vetvetes? Nëse ti e kalon këtë sfidë, që fillimin s'e ne shpjegon ndryshe vetëm nëpërmjet domethënë njëshit absolut i cili ty të ka sjellë në ekzistencë, e që është Allah subhanahu wa taala, atëherë domethënë edhe situatat e tjera që lidhen me fillimin kemi interpretuar me të njëjtën, domethënë logjik. Allah te barekuhu teala thot: "Wa qalu a idha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida." Kan thon pa besimtar, a kur bëmë na eshna, edhe kur bëmë plohën, kena me ardhur në një ekzistencë re dhe kam na sjell ti kush në jetë. Qul thot Allah subhanahu, qul kunu hijaratan aw hadida. Në sfidim ja ban mushrikëve, edhe kushdo që nuk beson në ringjallje. Thot hajde bëhuni ose gur, shndrohuni në gur ose në hekur. Edhe pastaj thot, aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Ose zgjallni një lloj krijese që është shumë krijesë madhështore për juve. Fa sayquluna ma yu'iduna. Kanë me thonë, e kush na kthen neve prap në njerëz? Më thonë, ky i cili ote më uri ngjalljen, ky e di që më bë me pas si sfidim, hajde banu hekër edhe ky më pas çka më ndru situata, bëu gorë ose diçka tjetër, prapë pranon se dikush tjetër pyetet edhe vendos për ringjalljen edhe për ripërsaktimin e tij në ekzistencë. Thot Allah subhanahu wa taala, "Qulil ladhi fatarakum awwal marra." Thuju, a dikush ju kthen apo? Çaj shkoj ka për herë të parë. Çaj shkoj kur për herë të parë, ju ka bën njerëz, çaj është i plot fuqishëm sërish domethënë, me u sjell domethënë në ekzistencë, domethënë logjika thot, përsëritja është më e lehtë se jesa. Domethënë, me e shpikni diçka, është e lehtë nëse domethënë është i fortë edhe i aftë edhe i denjë dikush me e shpik. Mirë, po përsëritja e sa jesës është edhe më e lehtë se sa domethënë shpikja. Thot Allah azza wa jall, "Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu, wa huwa ahwanu 'alayh." Allah azza wa jall është ai i cili ka filluar krijimin, edhe pastaj përsërit dhe kjo përsëritje është edhe më e pavlerë, më e lehtë, më e thjeshtë për Allahun te baraka wa taala. Thot Allah azza wa jall, "Wa yaqulu al-insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya." Thot insani, a mos i dasune prap ka me dal i gjallë, ka me dal pi varrit i gjallë. A wala yadhkur insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. A nuk e kujton njëri që na kena krijuar s'u kon hiç? A nuk e kujton njëri, domthon Allah te baraka wa taala e përdor logjikën e fillimit në një prej logjikave më të shpeshta, domthon Kur'an, për me vërtetuar domethënë në çështën e ringjalljes se kjo te njerëzit me fitra është domethënë temë shumë domethënë e lehtë. Po kthehemi edhe një herë te ajeti i mësimit kalum. Inna haula yuhibbuna al-ajila. Këta e dojnë shumë këtë ngutshmën, jetën e kësaj dynjaje. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, edhe shpërfillin edhe harrojnë në ditë që është shumë e rëndë, dita e ringjalljes edhe takimit me Allahun subhanahu wa taala. Domethënë e dojnë jetën e kësaj bote. Domethënë angazhim, dynjë, suksese, me mbërrin çeket, me mbërrinjat, apo çefet e kësaj dynjaje kështu më radh. Pastaj e braktisin jetën e amshimit, kuptimin e shpërfilljes, kuptimin e injorimit, kuptimin e mospërgatitjes, kuptimin mos me nxjerr ahiretin si, domethënë si prioritet. Sikurse Allah subhanahu wa taala na tregon që këta janë dhënë mas kësaj dynjaje me çka? Janë dhënë me forcën që Allah ja ka dhënë. Këta janë dhënë mas kësaj dynjaje me mençurinë që Allah ja ka dhënë. Këta janë dhënë mas kësaj dynjaje me natyrën që Allah ja ka kurdis. Domthon, qefët, mundësia, suksesi, këtë ato shkat me çatu ti e ki bë projektin e madh të kësaj dynjaje, me çka jetë bë? Jetë bë realisht me forcat edhe me domthon energji që ti jep Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allah me një ajetin e radhës thot nahnu khalaqnahum. Po na ju kena kriju. Na ju kena kriju. Sigur i thot Allah te baraka taala, ju që e doni shumë jetën. Edhe ju që jeni lidh shumë domethënë me këtë dynjë se ju ka mashtruar forca që ju kam dhënë. Të kam dhënë forcën me bë pasuni edhe çka forca të mashtru. Të kam dhënë forcën edhe të kam dhënë bukurinë edhe të kam dhënë energjinë për me bë çefe, çka të mashtru. Sigurisht Allah te baraka taala i thot, po unë ti kam dhënë, unë të kam kriju. Domthon, ti me forcën time je të muhu. Ti me forcën që unë të kam dhënë je të muhu. Ti me forcën, ti me energjinë, ti me dinë, madje ti me mendjen që unë të kam dhënë, ti je tu kalkulu edhe je tu procesu çish me morin gjallën. Domthon, unë të kam kriju. A me forca që unë t'i kom dhënë ti menu qysh domethënë me ik prej meja dhe mos më paradit për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që Allah te baraka wa taala sigurisht i thot, kush ta ka dhënë forcën? Kush ta ka dhënë domethënë fuqinë? Kush ta ka dhënë ty çdo potencialet e tua në jetë me të cilat je lidh me kësaj dynjaje? Është ai pikërisht i cili ta ka dhënë edhe ekzistencën. E nëse ai është që ta ka dhënë ekzistencën, atëherë ai ta jep edhe domethënë ringjalljen edhe rikthimin tek Allahu subhanahu wa taala. Madje dikush pi dietarëve, dikush pi autorëve ka përmend kështu. Thotë idha shi'na badalna amthaluhum tabdila. Na kur domi, edhe kthehemi edhe një herë krimin. Ju ringjallemi edhe një herë. Që kjo kur na domi, realisht ka më ndodhur kjo. Kjo ka më ndodhur. Mirë po sikur se Allah subhanahu wa taala i thot njerit, edhe çka periudhë që nuk jam tu ta ngut dënimin,
jam të dhon vakt, e çka edhe çky vakt është dhurat. Domethënë ta kam dhon mendjen dhurat, me dhuratën time jetu muhu. Unë ta kam dhon forcën dhurat, me këtë dhuratën time ti je duke u çorëditi e lidh dikun tjetër. Edhe çket afatizimin që jam të ta dhon. Edhe çket jam të ta dhonën, edhe kjo është dhurat për ty. A mos për çfarë dhurate? Dhurat për me reflektu që ky i cili është i plot fuqishëm, me kriju në fillim, është i plot fuqishëm me rikriju edhe një herë, e ti me pas vakt edhe një herë për me reflektu më kthy te çështja domethënë e besimit tek ringjallja. Kështu që Allah subhanahu wa taala në Kur'an e përdor logjikën e fillimit koqa shumë, mirë po jo vetëm domethënë kët argument logjik, i përmend edhe disa argumente të tjera. Për shembull thot Allah subhanahu wa taala al-ardha hamida. Ti thot e shet tokën ka vdek krejt. Fatësi e madhe ose vjesht ka ndru krejt domethënë rregulli i përditshmërisë së bimëve dhe tokëve, thot fa idha anzalna alayha al-ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Na kur shlomi ujë ngjallë toka, edhe qet lloj bime. Domthon pin tokë dekt, bo tokë e gjallë. Thot dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Kjo se Allah është hak. Allah azza jalla ka lënë kësaj renin e kësaj dynjaje murin gjallë bimët. Me e pa na këtë ndryshim të stineve, me e pa këtë ndryshim tokës, me pa këtë ndryshim të ujit, me na majt neve tazë dhe të freskët rregullisht temën e ringjalljes. Për arsye kjo i shkon ndoshta sfidë për neve si musliman. Që është thash në fillim të dersit, ai na natë tema e kësaj, ai natë ngjarja jona si natë ngjarja jona. Kur e ke menu për herë të fundit për shembull që domethon vyshkja shkajtë e pat çdo ditë domethon është një pjurësie se Allah azh e ka lënë vyshkën, e ka lënë pikërisht ti me reflektu për ringjalljen. Pikërisht ku ta shif domethon një pemë e cila është zbras për gjethave dhe pastaj nis mu gjallnu me kujtu ngjarjen tonë se ty ka mendosur që kjo. Në ditë kimë dek, ti kimu tret në dhe, kimu bë pluhën, edhe në ditë kimu ringjallën çtu pemë që domethënë ringjallën pranverë dhe domethënë në verë, thotë annahu yuhyi al-mauta, Allah është hak, edhe është ai i cili ringjall të vdekurit. Thotë annahu ala kulli shay'in qadir, edhe është i plot fuqishëm për me bëj gjithçka. Wa anna sa'ata atiya, la rayba fiha. Kiameti ka marrë s'ka kurfar dyshimi. Domethënë krisma e madhe ka marrë s'ka kurfar dyshimi. Wa anna Allah yab'athu man fi al-qubur, edhe Allahu ka më ringjall kushdo që është në përvarre. Allahu ka më ringjall kushdo që është domethënë në përvarre. Domethënë ringjallja e tokës është ligjërata e përhershme, ligjërata dhe këshilla e përhershme dhe i breti i përhershëm që ta kujton ty edhe vdekjen tonë, edhe domethënë ringjalljen tonë. Thot Allah subhanahu: "Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyi al-mauta?" A nuk e shohin ata që Allahu që krijon qejtë dhe tokën, Allahu që krijon qejtë dhe tokën, a nuk lodhet në këtë krijim madhështor? Ky është i plot fuqishëm me ringjall vdekurin. Domthon sikur se Allah subhanahu wa taala e përdor një tjetër logjik, një tjetër argument të logjikës, që thot ai i cili është i plot fuqishëm me kriju diçka kaq madhështore, që janë qejtë, është shumë i plot fuqishëm me kriju diçka që është shumë e thjeshtë. Domthon shumë e thjeshtë është një njeri i cili ka jetu, ka pas ëndra, ka pas qefe, ka pas formë të jetuarit, dhe në momenti vdes edhe domthon rikthehet domthon në jetë. Thot Allah subhanahu: "Antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha?" A mos jeni ju krijim më i madh apo qielli që na i kena ndërtu? Domthon ti moment që i bie domthon një arsye pse është qielli, është për me tu sforcu bindja në vocërrin tënde edhe në madhështinë e krijimit të Allahut te bareke ve taala. Ose një argument tjetër që përmend Allahu te bareke ve taala: "Fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A mos e keni menuar ju që na ju kena krijuar kot, edhe s'keni më kthyetena? Domethënë Allahu te bareke ve taala e konsideron krijimin kot nëse nuk e menon kthimin. Nëse nuk e menon kthimin që i bie në çdo moment që të kap gafleti, edhe nuk e menon kthimin te Allahu, je me një hise të kotësisë. A nëse ti nuk je sikur sa ata mushrikët dhe xhafirat që kanë hek kejt prej premendje. Mirë, po nëse ka kapërcyer një ditë, nëse në ditë nuk e ke bë hesap ahiretin, nëse ka kapërcyer një ditë, nëse nuk e ke bë hesap, domethënë dalën para Allahut te barekuhu teala, realisht është ndodhur ty një jetë në cilën domethënë ka domethënë hise të mëdha të kotësisë, edhe shumë argumentime të tjera përveç domethënë kësaj. Krahasoj ndërlëzë besimi në ringjallje. Me besu që kena me dal pi varreve, kena më kthy në jetë, edhe kena me dal për Allah subhanahu wa taala. Është domethënë besim që ka të bëjë me një domosdoshmëri logjike, ka të bëjë me një vlerë patjetërsueshme të shpirtit, edhe me vetë natyrshmërinë njerëzore. Krahasoj, nëse analizojmë kozmosin edhe njeriu, domethënë gjithësinë edhe njeriu, na krejt padyshim besojmë edhe logjikshëm edhe njerëz të arsyeshëm besojnë në fillimin e kozmosit edhe fillimin e njeriu. Edhe nëse na nuk i japmi kuptim ndryshe, vetëm duke e pohuar se kjo është bën me urtësi, atëherë një fillim që ka urtësi, atëherë edhe mbarimi ka urtësi.
atëherë mbarimi është i arsyeshëm, është me urtësi. Dhe nëse na konsiderojmë që fundi i kozmosit, e që kurkush edhe shkenca dhe krejt njerëz të arsyeshëm e shohin që bota shkon drejt shkatrimit. Domthon ligjet fizike e provojnë që bota dhe njerëzimja dhe gjithësia shkon drejt shkatrimit, jo drejt përjetësisë. Dhe nëse na e pohomi logjikisht edhe shkencëtarisht që kozmosi edhe njeriu shkon drejt shkatrimit, shkon drejt fundit, atë nëse pohomi fundin absolut, përfundimin absolut, që i bie s'ka ringjallje, atëherë na të thonë që edhe fillimi s'ka logjik. Atëherë i bie që edhe fillimi s'ka domethënë urtësi. Kështu që na konsiderojmë që bota merr fund, edhe njeri merr fund, mirë po jo fund absolut. Merr fund në kuptimin e ndrrimit të etapës. Thjesht e ndromi etapën, mirë po Allah subhanahu wa taala këtë etapë, domethënë e kalon nëpërmjet një dere. Dalën prej kësaj etapën, në etapën tjetër, e kalon nëpërmjet një dere që për njerëzit është vdekja, për kozmosin është kiameti. Duhet me ndodh këto dy dyrë, nëpërmjet këtyre dyrëve, domethënë me shumë me ndodh pastaj domethënë realiteti i pashmangshëm që nuk ka as ilaç, as mbrojtje, as alternativë, që është domethënë me ndrujet dhe me kaluar në dimension tjetër të jetës. Për arsye, njerëzimi historikisht ka bërë përpjekje për me fituar dhe me zbulu përjetësinë. Mirë, por kur s'ka pas sukses, sepse Allah nuk e ka gatuar kësaj domethënë këtë vend, sikundër që krejt përgjigjet pse njeriu vdes, qoftë përgjigje shkencore, qoftë përgjigje logjike, nuk janë ndryshe vetëm me tartë të realitet, vdes për me kaluar në realitet tjetër. Nuk vdes sepse domethënë i vdesin shkaqet. Ato shkaqe Allah subhanahu wa taala domethënë dikush vdes edhe pa shkaqet, në kuptimin që vdes shumë i ri, dikush vdes shumë i shëndosh, dikush ka jetuar mirë dhe më mirë. Apo këto shpjegimet që janë të vdekjes janë shumë relative kundrejt shpjegimit që duhet me vdek për me kaluar në një dimension tjetër domethënë të jetës. Ndaj Allahu te baraka ve taala na e ka bërë ringjalljen edhe fillimin e jetës së amshimit, një realitet të pakshmangshëm, po që neve duhet me na shoqënuar për dishmëri, për me ardhur te bot kuptimi i vërtet fesë, tauhidi edhe ringjallja. Çto dy tema kush i ka të mëdha, ka hinë udhën e pejgamberëve. Kush çto dy tema i ka dobta, nuk ka në udhën e pejgamberëve. E shënoi Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, pe Hurajrës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma baina nafqatayn 40." Ka thonë mes dy fryrjeve të surit zgjasin 40. I ka thonë Buhariu, 40 ditë, ka thonë s'po du me fol. 40 muaj, ka thonë s'po du me fol. 40 vite, ka thonë s'po du me fol. Nuk e ka pre Abu Huraira radiallahu anhu, a ka thonë Resulullah 40 ditë, apo 40 muaj, apo 40 vite janë mes dyjave, mes fryrës së parë për me vdek krejt njerëzimi, edhe fryrës së dytë për me u ringjall krejt kush është domethënë në përvarre. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'a." Pastaj Allah te baraka taala prej qiell e zbret një ujë. E zbret një ujë. Fa yanbutuna kama yanbutul baql. Edhe nisin me bi njerëz, me bi te dhe one, thot sikurse barishtët. Nisin domthon sikurse bari pasi që të vëllon ka ra shi. Thot walaysa min al-insani shay'un illa yabla. Edhe kur gjasmet për insanit përveç se domthonën një pjesë e fundit të shpinës, thot illa 'azman wahidan wa huwa 'ajbu adh-dhanab, 'ajbu adh-dhanab, një pjesë e fundit me kurrizit shumë e vogël që nuk shkatërrohet. E runë Allah te baraka ve taala, wa minhu yurakkabu al-khalqu yawm al-qiyamah. Piç aty pasaj rikthehet krijimi domethënën i njerëzit. Saktësisht shka është që kjo ngjarje. Thot Allah te baraka ve taala, wa nufikha fi s-sur. Thot ka me fry suri. Edhe këtë kena me një krejtna. Po e ritheksoj, i na ngjarjen tonë. I na të folë për ngjarjen tonë. Thot feidha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Edhe nisin me dalën prej varrave njerëz, edhe vërshohen drejt Zotit të tyre. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Edhe thonë njerëz, mirë po neve kush na ngriti prej varrave tona. E ka përdor varrin marqad, sikurse vjen i xhumit. Ma gabullë kanë bë me ne, që aty s'sa mu ringjall. Thot kush na ringjalli neve pi qytunit? Kush na nxjerri neve prej këtyre shtrojave tona? Thot hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Kjo është ajo që ka premtuar Allahu Azza wa Jall, edhe kanë thonë të vërtetën profetët. In kanat illa sayhatan wahida fa idha hum jami'un ladayna muhdarun. Vesh një zot dal edhe krejt kanë më dal para Allah. Vesh një zot dal edhe krejt kanë më ardhën domethënën para Rabbul Alaminit. Thot fel yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Këtë ditë kur krejt ndodh që kjo, askujt nuk i bëhet padrejsi kur gjallë, krejt keni mi pa veprat e juve. Krejt keni mi pa domethënë punët e juve. Domethënë pse do të murin gjallë? Thot Allah subhanahu. Liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna. Që njerëz që kanë bërë punë të këqija me morsh problemin e punëve të këqija, edhe ata që kanë bërë punë të mira me morsh problemin e punëve të mira. Çka të vën në çdo momente? Çka të vën në çdo momente? Thot Allah Azza wa Jall, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Çfarë njëri nis më kujtu, çka ka bë? Ku i ka pas punë? Çka ka mujt me bë? Çka ka mujt me përgatit më shumë? Nuk po thot
i kujtohet pabesimtarit edhe muslimanit. Po insanit, këtë njerëzit, secilit njeri kam i kujtuar që kjo, masa, çka ka mujt me bë, çka ka bë, edhe cilat janë përpjekjet e tij. A ka diçka tjetër? Thot Allah azza wa jall. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kur të nisin më kujtu, thot ju do këtë ajo se jetën që kanë jetu. Ja nis mirenit çka kanë bë dhe çka s'kan bë. Thot atë ditë ju kujtohet edhe nis me menua dhe thot një mazdarke ose një paradite u kon jeta jeme. Domthon vend çaj momenti i zhgënjimit, vend çaj momenti i mërzisë, vend çaj momenti i trishtimit, çka ka jeta jeme. Domthon 30 vjet kam fal namazin, 40 vjet kam lezu Kur'an, 50 vjet kam kon kështu, 30 vjet aty, 10 këtu, 15 aty dhe vesh këtu. U kon një mazdarke. U kon një mëngjes, u kon një paradite. Insanit i dokët sikurse domethënë ka shkuar ajo domethënë sikurse një gjysmë dite, thot Allah subhana, fadhalika yawma idhin yawmun asir. A ditë ajo ditë shumë e rëndë. A ditë është ditë domethënë shumë e rëndë. A di sa është e rëndë vëllazë? S'ka mendime ndryshe aty. S'ka debate logjike aty. S'ka domethënë debate të mundshme. S'ka kushtimisht thon domethënë filozofi të thella. Aty gjithçka be. Aty vesh që mu ballafaqum në realitet, thot Allah subhana, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Edhe isha njerëz që kanë bërë gjunohe, isha njerëz që kanë rebelu, njerëz që kanë ngre kry, thot kejtë për ulin kryt para Zotit tyne. Kejtë domethënë pi poshnimit madh, pi trishtimit madh, ju lakohet koka para Rabbul Alaminit edhe thonë Rabbana absarna wa sami'na. O Zot, e pam e netëm. E pam keq këtë realitet. E dëgjuam keq këtë realitet. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Na kthe me mujt me bë punë të mira se jena bind. Mohon je bind, apo je bind, domethënë mas i ki pa dhe mas i keni, apo jo mas i ki besu shpalljet. Ki pa dhe keni edhe je bind, ama shumë vonë se u dash mi besu shpalljet edhe me menu logjikisht që ka ringjallje edhe nuk u dash me mat këta vesh me shqisa, nuk dosh vesh me prit me pa dhe me ni për me besu domethënë që këtë të vërtet të madhe. Thot Allah subhana, yawma tuqallabu wujuhum fi an-nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. A dit kur gjuhën që ta njerëz thot me fytyrë në xhenem, edhe thojnë, më kon ty kish me bind Allahut, më kon ty kish me bind domethënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A dit që ta njerëz e dëshirojnë edhe e kanë ëndër inekzistencën. Domethënë që tash kanë thonë, jo, na me bë me menu shumë për ahiret, s'u ne shijomi këtë jetë. Me menuna shumë për jetën e amshimit i bie me shpërfill jetën e këtuj, domethënë e prishmi projektin e kësaj dynjaje. Që ta njerëz masane u kthehet në projekt me shumë më kthyen në ekzistencë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se shënon Ibn Jariri në tefsirin e tij me isnad sahih e Hurajras, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yaqdi Allahu baina khalqihi al-jinna wal-insa wal-baha'im. Thot atë ditë Allah azza wa jall gjykon mes gjinëve, krijesave dhe kafshëve. Thot derinsa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kafshë janë kacafyt. Mes vete edhe ato njëri tjetrën kanë më shpagu, domethënë damin që ja kanë bën. Thot kur idha lam yubqi tabi'atan 'inda wahidan li ukhra. Kur asnjëmo këtë barazohen, edhe kafsh barazohen, thot Allah azza wa jall kafshëve, kunu turaba. Që tash thot hajde bëhuni ju dhe tash. Ju keni më bë dhëse, ju s'jeni kriju për me ardhur në xhenet edhe me në xhenem. Bëhuni dhe, thot fa inda dhalika yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Që atëherë thot pabesimtari kur ta shohë që Allahu pi thot kafshë bëuni dhe, thot më kon tisha kon dhe. Më kon tisha bë dhe. Domthonë i kthehet projekti i dynjas madhështore, i këtyre që e kanë bë kaq të bukur këtë dynjë, domthonë i kthehet veç me shumë më konën në renin e kafshëve që mu trajtu thjesht si dhe, e jo domethënë që ka ringjallje. Përfundon vëllezër, katër këshilla, këto ndoshta e kishmi një temën që na të fol për dikant që ka dyshim në ringjallje. Janë të katër këshilla që na takojnë neve kuadër të kësaj shka e bisedum. Këshilla e parë, më rujt për gjunove, mos me të zavendësu Allahu. Më rujt për gjunove, mos me të zavendësu Allahu. Allahu ta ka begatu zemrën me besu në ringjallje. Munësh me e prish dikun, edhe të zavendëson Allahu me dikant tjetër. Allahu te baraka taala thot: "Wa idha shi'na baddalnahum amthalahum tabdila." Me dash na i ringjallim. Me po kjo ajet përkthehet atë ndryshe. Me dash na i zavendësojmë. Me dash na i zavendësojmë. Realisht sikur se ka përmendur domethënë edhe Zemakhshariu, më shumë ka kuptim ringjalljen në tefsir se sa domethënë zavendësimi. Mirë, po edhe zavendësimi është përmendur si kuptim. Mo me dash na i zavendësojmë. O ju pabesimtar që nuk besoni në ringjallje, keni dilema të ringjallje, ju i largojmë juve bim do të tjerë, të cilët nuk e kanë këtë dilemë. Kështu që shpesh mund të mendodhen situata të caktuara në jetë, që Allah azza wa jall, që çaq poshtërsisht tu ka lidhë zemra me dynjon, mundet me zavendësu me dikant tjetër. Por as ju domethënë duhet me pasur shumë kujdes, sepse Allah te barekuta këtë kërcënim e kalon domethënë kërcënim domethënë
të evidentuar Kur'an. Thot Allahu Teala: "Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum." Nëse ju e ktheni shpinën, e zbindu, s'doni më drejtu, thot Allahu ju ndron ju me dikant tjetër, edhe ata s'janë sikur ju. Ata nuk janë sikur si ju. Këshilla e dytë, ardhja në tokë bashk e këtyre dy ajeteve. E koni domethënie që është domosdoshme me analizu. Thot Allah: "Inna haula yuhibbuna al-ajila." Ata dojnë jetën e kësaj bote, e dojnë jetën e ngutshme. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Edhe e shpërfillin jetën ditën e vështirë domthon të ringjalljes. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Na e kena kriju edhe e kena forcuar krijimin e tyre. E kena përsos, wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila, me dashna i ringjallim edhe i kthejmë, sikurse na tregon Allah subhanahu wa taala. Sforcimi i lidhjes me dynjon në një ose tjetër formë, qoftë prej të injorimit, qoftë deri te mohimi, është shteg për mu largu prej ahiretit. Domthon sa herë që domthon ardhja e dy ajeteve bashkërisht në këtë formë, lëmë në kuptuar që domthon raporti i egër me dynjon nën kupton domthon tërheqje investimeve domthon prej ahiretit, dhe na që këtë krizën e vëllezër domthon e kena shpesh, madje e kena mesin e tullzumve, ku domthon nuk kanë qef me fol shumë për ahiretin, nuk kanë qef me fol për vdekjen, nuk kanë qef me fol për varrin, për ringjalljen, për xhehenemin e kështu me radhë. Për arsye është e rëndësishme me e kuptuar si domethënia. Shënon Ibn Abi Asim në librin e tij Zuhd, që Albani thotë që rivajeti është hasan prej Abu Hurairës, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Men talaba ad-dunya adarra bil akhirah." Kush lidhet me dynjon ka me bë dëm ahiretit. Projektin e ahiretit ka me dëmtu dikon. Thotë: "Wa men talaba al-akhirata adarra bid-dunya." Edhe kush lidhet shumë me ahiret, soçare pa dëmtu dynjon. Soçare, domethënë njerëzit që mendojnë që e mbërrin ti Sufjanin, e mbërrin Ejube Sikhtianin, palon kur gjopi kësaj dynjaje, domethënë është domethënë absurd. Domethënë patjetër se nëse fjala bie për shembull e keni ibadet në një kohë caktuar, e në çat kohë caktuar ti mundesh aty ku tjetër mund gjindën, ke vetë që të dëmtu dynjon, ai të dëmtu për projektin e domethënë ahiretit, thot fa adirru bil fani lil baqi. Thot prishni edhe bani dëm kësaj të përkohshmës për mi apo favorin domethënë të përhershmës, domethënë që është ahireti. Domi është i lloj-llojt, prej të domi duke mos e pas, domethënë projekt të madh ahiretin, e deri te domi që është dominant ku në fundit, që projektet e dynjas e dominojnë sot njeriu. Projektet e dynjas e dominojnë mendimin e njeriu. Projektet e dynjas e dominojnë edhe domethënë pasionin edhe ambicien, edhe domethënë agjendën e njeriu, e masmëronti bëhet domi tek bindja. Domethënë masmëronti bëhet domi te bindja për arsye se ndoshta nuk mrrinte me hurin gjallën. Po ndoshta shumë gjënoa kemi thënë bash për çdo gjënoa Allah s'm çon xhenem. Bash për çdo gjënoa me pasën shumë shtirtit e gjykimit, pse tu lëkun bindja? Tu ka lëkun sepse ki dash me rujt investimin e dynjas në llogaritë domethënë të ahiretit. Për arsye Sulejman ibn Abdul Malik, djali i halifës Abdul Malik ibn Marwanit, kur u shtaku një herë me njërin prej sahabëve të Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka jetu pak më gat Abu Hazimin, i ka thonë kështu: "Ma lana nakrahu al-maut." I thot: "A ma shpjegon pse na urremi vdekjen?" Domethënë ai është mohabet i tabenëve. Pse na urremi vdekjen? Thot Abu Hazimi: "Li'annakum akhrabtum akhiratakum." Thot se ju e keni prish ahiretin. Ju e keni bë harab, e keni lënë domthon batall, s'keni investuar për ahiret. Thot: "Wa ammartum dunyakum." Dynjon e keni drejt shumë mirë. Thot: "Fa antum takrahuna an tantaqilu min al-umran ila al-kharab." Shumë logjikisht më thot njëri, thot, mos me pas shef prej të pjesa e ndërtuame, mos me shkuet domethënë te pjesa e shkatruame edhe domethënë e pabome gati. I thot, e thave të vërtetën, thot fa kayf al-qudum. Thot ta mundesh më shpjegoj çysh kena me dal në ahiret. Çysh ka më kon kur të ringjallmë? Çysh ka më kon gjendja jon e ringjalljes edhe daljes para Allahut? Thot kështu: "Ama al-muhsin fa kal-ghaib yuqdimu ala ahli." Ai që koni devotshëm, aty që ka ringjallën, sikurse dikush ka kon në udhtim o tu kthyet e shtëpia. Sikurse dikush ka kon në udhtim o tu kthyet e familja vet. Thot: "Wa amma al-musi fa kal-abiq yuqdimu ala mawla." Kurse ai i cili nuk koni devotshëm, është sikurse ai robi që ka ik prej pronarit vet, ai e ka zonë. E ka zonë edhe e ka kthy sërish në skllavërinë e tij. Këshilla e parafundit e treta, shënon Imam Tabarani në një prej në Mu'jam al-Awsat, shërmoi thotë që hadithi është hasan, për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabr. Dhe ka përsy kanë i varr. Edhe ka thonë: "Men sahibu hadha al-qabr?" Kush është këtu i varrosur? Qalu fulan. Ka thonë filani. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Rak'atan yahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum." Veç dy recate ky më shumë mi fal. Është më dashur për të se këtë dynjaja juve.
Mon këtë dynjoja juve, shka ka dhe shka s'ka, apo? E këtë njerëzimit. Mi ja thona, pëdo që da vesh mu qua 2 recate mi fal. Do të shme e dashë se ky ka arti që realiteti pashmangshëm që i ka pa do më thonën krejta të vërtetat. E shënojmë të Taberani dhe Imam Bayhaqi në Shu'ab al-Iman, që albani të hadithi sahih për Muadhit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Laysa yatahassar ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah ta'ala fiha." Thot nuk bëhen kohra, nuk njen keq, nuk bëhen xhenetlit, domthon pishman për diçka, përveç se kur t'ju kujtohet një moment që kanë mujt me bë dhikr Allahun se kanë bë. Kur t'i kujtohet një moment që kanë mujt me investu për ahiret edhe nuk i kanë bë. Që tu domthon bëhen pishman. Kur ka mendon kjo pishmania, ka mendon në varr, a ka mendon para se me në xhenet, sepse xheneti e ka kënaqësinë e plot. Mirë po një interpretimi është edhe kjo forma kur ti shohin shkallët e tjera, domethënë të banorëve të xhenetit. E shohim të Tirmidhiu që albani të hadithi sahih për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma jalasa qawmu majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusalli ala nabiyihim illa kana alayhim tira." Thot nuk ndodh që njerëz mu ul dikon, me bani nej, mu bë 2-3 vet, me bani muhabet. Edhe nuk e përmendin Allahun, nuk i çojnë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetë ajo ka më kon arsye pendimin ditën e gjykimit. Vetë ka më kon arsye e pendimin ditën e gjykimit, fa in sha'a 'adhabahum wa in sha'a ghafara lahum. Me dash Allah i ban azab, me dash edhe u afal, edhe fundit e që është domethënë besoj pjesa më sfiduese e keve për neve, se për këtë neve kjo është gajb. E shohim Muslimi prej Xhabirit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh." Secili keni murin gjallë, që ashtu që keni dek. Kështu që shpesh domethënë mundesh me e shpërfill fetarin. E mu të dok që shumë ki investu. E me morë të pozën, e mas prom ti fundin me pas të keq. E pastaj me çat fund të keq me dal para Allahut te bareke ve teala, lusallallahu azza wa jall, me na mësu përfundimin e mirë, me na mësu me vdekën kam, të shërbi fen e tij, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.